Eron tentoi të vriste me thik një 34 vjeçar, autori arrestohet menjëherë pas ngjarjes. Tentoi të vriste me thik një 37 vjeçar, autori arrestohet menjëherë në vendin e ngjarjes në Cerik. Gjatë një konflikti të çastit tentoi të vriste me mjet prerës thik një 37 vjeçar. Arrestohet menjëherë pas ngjarjes, autori procedohet në gjendje të lirë, i plagosur i cili është jashtë rrezikut për jetën pasi mbante në automjet një shkop bejsbolli. Sekuestrohen mjeti prerës si dhe shkopi i bejsbollit dhe automjeti 37 vjeçarit. Menjëherë pas njoftimit për plagosje me mjet prerës në fshatin Gjyral, shërbimet e komisariatit të policisë Cerik kanë organizuar punën dhe kanë shkuar në vendngjarje për të kapur autorin dhe për të sqaruar rrethanat e rastit. Si rezultat i ndërhyrjes së shpejtë dhe veprimeve policore profesionale, u kap dhe u në pranga menjëherë pas ngjarjes autori dyshuar i rastit, shtetasi UL, 24 vjeç, banues në Cerik, i cili dyshohet se gjatë një konflikti të çastit për motive të dobta ka tentuar të vrasë me mjet prerës thik shtetasin SR, 37 vjeç, i plagosur i aktualisht ndodhet nën kujdesin e mjekëve dhe jashtë rrezikut për jetën. Materialet procedurale u referuan prokurorisë Elbasanit për veprime të mëtejshme.